Mirë se erdhët në episodin e radhës të Garage Law. Kemi këtë sezon të tretë. Shumë faleminderit që na ndiqni. Jeni shumë të mirë. Jam këtu bashkë me Xhiken, po kemi problem të vogël sot Xhike. Kemi jo problem të vogël, po të madh. Kishim të ftumin sot të radhës edhe u vonu i Xhike, po në zorim pa fillu. U vonu, s'ka ardha akoma, se di arsyen, po. Se mora verë se qa nodhi. Gjithsesi ne kishim një mik shumë special që me sa duket nuk është daq special sepse na lam balt. Ja. Më fali. Ku jemër shok? Më fali 100 euro. Ku jemër shok? Fali kishte trafik. Shumë trafik. Shumë trafik. Ç'a makine ke? Jo, erdhan këmbë, po kishte trafik, domethënë pash. Jo trafik për pamjen. Kishte trafik, po. S'ke faj se kohët e fundit mund të kesh pas edhe kështu ndalesën në rrugë nga njerëzit. Po më ndalojnë kështu. Në anagraf, me polica. Është normale, edhe polica. Po trafik ishte. Tash ne këtë i skenum. Kjo diskutohet. Së duk fare. Jemi aktor aq mirë sa që nuk u duk fare. Se kemi dashur çak ta. E provoj mirë, prap. Ku s'po bëu film atë? Vetëm se ky është dubli i parë dhe i vetëm, kështu që sigurisht si jemi profesionist, ne dy të paktën se Kladin tash e kemi nëpër filma, nëpër kinema, by the way. Oh, si e ka titullin filmi, Klado? I pari është Golden Brothers 2, një produksion i Driron Hoxhës, një mik i vjetër cilin e përshëndes. E përshëndesim dhe ne, kemi pas sezonin e kaluar. Përshëndetje Driron. Më dha një mundësi më hapi një dritare të re në një pasion të vjetër. Tani të shohim si do shkoj. Janë disa filma të tjerë në të cilët pritet të marr pjesë, edhe do marr pjesë, jo pritet, po. Që ke fut aktrimit me kokë, domethënë. Po që i vogël unë kam pas qef. E pra si është kjo puna e pasionit? Ekranin, jo vetëm muzikën, pra aktrimin, Jim Carreyn. Çfarë gjëra janë kjo? Edhe me Jim Carrey. Këtu bashkohemi. Të dy. Të tre. Jo, Jim Carrey është i madh, po patjetër. Jim Carrey është i madh. Sa vjeç vajt? Nëse, domethënë ideja. Sa dush po. Ideja është që gjithmonë ka pëlqyer. Le ço dukemi të ri kështu po. Ose me rihet i sa e di. Ti më i vogli Xhike me qira llavi. Me i vogli po, jo. Jo i vogël mosh. Jo rini e hershme po themi, okay, se robi plagët kur do vet. Fiks fare. Si të kanë shku punët deri tani? Çuna mirë, lëmsh, siç them unë gjithmonë, siç jemi ne gjithmonë, lëmsh. Për fat mirë. Është një lëmsh i bukur, po përpiqem ta shijoj, ashtu sikurse edhe këtë intervistë me të dy që ju kam koleg, shok dhe miq. Shumë faleminderit që erdha. Shënësi. Faleminderit që erdhe dhe do të themi edhe diçka tjetër për kuriozitet për ata që po na shohin ose po na dëgjojnë, ose edhe për ata që edhe po na shohin dhe po na dëgjojnë, që Kladi domethënë ka sigurisht ka pas oferta sa dush për të dhënë intervista dhe për të folur më gjatë. Po atë po diskutonim edhe kur takum më përpara që është çështje ndjesie dhe ajo që shprehu Kladi më përpara jashtë kamerave ishte ajo që un kam qejf me art ke ju dhe kjo për ne është vlerësim edhe ne ta themi falënderimin ton publikisht domethënë. E rrithem edhe në kamera, domethënë unë nuk jam as me atë idenë që du të jesh në çdo televizion i pranishëm, në çdo podcast, këtej andej në lavatriçe, frigofer. Unë kam qejf të shkoj aty ku më ndjen zemra, me gjithë respektin për gjithë të tjerët. Edhe ndoshta nuk është të gjendja humori, dëshira. Edhe atë diskutova edhe me Renisin, se erdhi mori Renisi me makinë, domethënë, nuk kishte trafik. Pra, janë ca programe që edhe unë i pëlqej, i shijoj domethënë edhe si publik, edhe si Klajdi dhe ky është njëri ndërto, në cilin nuk do kisha dëshirë të mungoj dhe faleminderit për ftesën. Nësi. Ne bëjmë kështu si muhabet tavoline më tepër se asnjëri nga ne dy nuk është gazetar. Po me sa duhet. Jam unë, nuk ka problem. Po, ti ke pas edhe ke qenë gazetar. Unë kam mbaruar marrëdhënie me publikun dhe gazetari, kam punuar në një vit e gjysmë, diçka më shumë dhe në ATSH, pra në agjencinë telegrafike shqiptare. Çfarë bëj aty tamam? Gazetar. Po jo, domethënë si funksiononte, ishte me kategorica, domethënë për kulturën, për sportin, janë të ndarë aty si. Sigurisht unë funksioni jot mora dhe zgjodha domethënë artin, sportin, ato mbuloja më së shumti për aktivitetet kulturore të Tiranës, shfaqjet, teatrot, ndeshjet e futbollit. Me këtë rast u kënaqja edhe vetë, domethënë sigurisht. Por u apasionova shumë për fatin tim të keq se unë në çdo gjë që bëj, domethënë, çime tolkuore, përfshihem, apasionohem edhe. Po për fat keq apo? Po për fat keq sepse unë dashuroj
gjithçka në jetë, domethënë gjithçka që unë bëj e dua, muzikën, aktorin dublant, gazetarin, Do aktorin. të jetë gjë e mirë normalisht. Po jo, sepse pastaj ende është midis pasionesh edhe ndoshta unë bet veten. Se o do bësh këngëtarin, o do bësh gazetarin, o do bësh aktorin dublant, o do bësh aktor. Tamam. Unë një jam, nuk mund të bëhem kaç. Domethënë, unë jam Klajdi këngëtar, kam këtë zhanër. Unë nuk e bëj dot zhanrin e Renisit apo zhanrin e Gentit. Sa është diçka tjetër, por është gjë e mirë që të dish të bësh disa gjëra, po ti bësh mirë. Kjo është më e rëndësishme. Po, por duke u përpjekur të bësh shumë gjëra, pastaj ndoshta nuk bën asgjë dhe Shumë e drejtë. ose ndoshta i bën gjitha, po kjo ngelet për të parë. Nëse ne të rinj jemi kemi kohë. jetën përpara kemi që kështu. Ja kam përshtypjen se këtë është edhe çështje feedbacku, pastaj nëse merr ato që do apo jo dhe pastaj zhgënjesh apo ti jep më shumë si thosh zemër për të vazhduar përpara një profesioni të caktuar që ke në një kohë të caktuar. Si përfundim tash me thon drejtën Klajdin e njohim të gjithë si këngëtar. Apo jo. Ti si do përkuvizoj veten sot që flasim? Po aktrimi më ka ngelur gjithmonë merak për faktin se kam dashur që të studioj në Akademinë e Arteve, për aktor sigurisht. Arrita dhe të futem, po dola pa u futur, nuk e di pse. Kam pasur si ishte kjo? dola pa u futur, nuk e di pse. Se kështu jam unë, domethënë, kështu kam qenë apo. Ishte zgjedhja jote, domethënë, nuk është se Zgjedhja ime ishte që unë të studioja për dramaturgji, le të themi, por nuk e di pse nuk e çova deri në fund, se i bëra dhe provat. Nuk e di ç'a ndodhi në moment të fundit me mua me këtë gjën, por që kam pas gjithmonë pasion. Te lagja për shembull kam pas pseudonimin Jim Carrey, se imitoja Jim Carreyn që kalama, si çdo kush nga ne që ka ato idhujt e vet preferuar, unë kisha Jim Carreyn edhe nuk e di pastaj se si kalova nga aktrimi në gazetari. Okej, mirë, te gazetari, po prap ngeli e paralizuar kjo prova, kjo ëndra që unë e kisha, të cilën besoj se kam filluar të realizoj tashmë në këtë moshë pak më të re, pak nga pak. Se njeriu sa vjen e rinohet, domethënë. Po. Që kështu ja. Çfarë ambizesh ke për? Edhe pse më janë finjur flokët, po hajt nuk ka problem. Me lezë ke lë burrë shimo. Është zgjedhur. Këto i bëra enkas se isha te këngët e shekullit dhe kisha dy këngë të Francesc Radit, Ramet Pas, Frankos. Edhe doja të përshtatesha në maksimum, përveç se më prekën shumë ato këngët, se gjeja dhe veten, dhimbjen time, emigrimin, gjeja shumë gjëra. Edhe Emigrimi është mos është zemë që ka pas videoklip në 97 më duket ke ka zhurma e qytetit ti ka qëmenat përpara rruga e gjatë. Është një plagë që vazhdon ende sot. Unë kam qenë vetë emigrant edhe kur më dhan këto këngët u emocionova se o zot tash po okay, i pranova se janë të shkëlqyera. Shumë bukur. Si humba praverën, si zemër e plagosur, e lodhur, me pak fjalë vetëm enkas për Frankon, rip i bëra këto flok, që dilte performanca sa më e bukur. Edhe i mbajta me që i bëra. Po kredo ti për herë të parë ke dalë ke efet apo? Nuk është se pra kur ti ke shkuar ke konkuru, po them në Akademinë të Arteve, ti ke qenë Klajdi që njihshin të gjithë. Po paseteve. Po paseteve. Jo, nuk e bëra konkursi fare, domethënë bëra ato. Po mirë me ideja që për të vazhduar kursin para prag, po. Nuk e di ç'a ndodhi, nuk e di. Ti më sinqert me ju, domethënë dhe me publikun, nuk e di. Ç'a ndodhi në çast fundit që mora këtë rrugën tjetër. Gjithë kemi rrugë ndryshme të jetës, për shembull kam qenë për mjeksi, pastaj dentist, dhe si përfundim tani po bëjmë kod plot këngëtarin. Kështu që asnjëherë nuk e di jetë. Herë ky pasioni voglis nga një herë edhe të bën që të luftosh më tepër për diçka që më të vërtetë do me shpirt, dhe ne të tre ndajmë muzikën si pasion të hershëm. Ajo po unë kam kompensuar ndër vite këtë pasionin duke bërë filma zatimor, aktorin dublant. Po këtë di, edhe kam mbajtur, domethënë gjallë me apo pa dashje, atë fëmijën e vogël që ka ngelur po i vogël, pse mosha kalon, ndoshta flokët na zbardhen, na bien, po ne ngelimi po fëmijë. Po, patjetër. Do donim që mbeteshim fëmijë. Ne jemi deri në fund, po. Të gjithë artistët janë fëmijë, të gjithë njerëzit janë fëmijë, ka një fëmijë brenda vetes, edhe ato e manifestojnë në format nga më të ndryshmet. Ne kemi këtë formën tonë. Në Shqipëri nuk ndodh rëndom në fakt, se edhe ato që ndjen veten si fëmijë duken si të fortë sa dalin mëngjes nga shtëpia, se është vetëm realiteti. Okej, mos jam shqiptare më nga skrapari, nuk e di.
Me qëra fjala nga jeti, do të ti ke jetu në Berat, ke jetu në Tiranë, ke lind Gjirokastër. Po. Si është kjo historia? Atëherë kronologjikisht, domethënë. Atëherë zyrtarisht, mami është nga Lushnja, është rritur në Elbasan. Babi është nga Skrapari, është rritur në Tiranë. Unë kam lindur në Gjirokastër, jam rritur në Berat, jetoj në Tiranë. Domethënë jam fëmijë oficeri, jam shqiptar. Domethënë nga Vermosh, unë jam nga Vermoshi kon spol. Jam kuptimin e fjalës. Okej, jam shqiptar, kjo është e sigurt. Se nga tamam, domethënë ku më projektoi babi, edhe ku më mbollin, nuk e di, se nuk kam qenë të dishëm atë kohë. Në Gjirokastër ti linde dhe pastaj ika, në internuar në Berat. Po sa kohë? Në pavetdijen tënde. Ndoshta 3-4 vjeç, nuk e di. Nuk e mbaj mend. Ç'a mban mend nga fëmiria, domethënë fëmirinë e mban mend në Tiranë, domethënë fëmirin e mbaj mend pak në Berat dhe pjesën tjetër në Tiranë. 13 vjeç kam marrë, 12 vjeç kam marrë në Tiranë. Po, pak në Berat, pak më shumë në Tiranë. Kuptoj. Si ka qenë fëmiria jote? Po nuk është se e mbaj mend është fjalë e madhe. Nuk është se e mbaj mend gjitha, por ka qenë si ti kur kthehesh mbrapa ko. Ka qenë një fëmijëri që do më mungon. Për shkak në Berat kemi qenë pak mistreca, kështu si fëmijë, se shikoni filmin Skënderbeut edhe Uzit e lagja 3 vjetori me vakëfin, me shpata, me gura, për shkak me harqe. Po të ruaj kokën për shkak, tani do të shikoni shenja. Si hëna, domethënë se mbaron të Skënderbeu dhe ne dilshim uzishim me lagje. Po kala më çpif më, e ke parasysh. Shikimi, po brezi jon kështu ka ka qenë kështu me u varshim nga ato me kala të ndryshme, se çfarë lagje kishte kalane vet. Tu riprodhu filmin. U varshim nga ato buzi mrapa, për shkak dhe bishim nga ato buzi dhe jo vetëm koka, po gjithandej domethënë kemi qenë fëmijë të urtë mirë, domethënë ka qenë fëmijëri e qetë, dashur. Me gura, me gjona me zalla, ke lumi, na merrte lumi për shembull, zishim not. Kemi qenë fëmijë të mirë, domethënë të urtë, dashur. Po kështu në shkollë pionierit ke qenë? Kanë thirr, ke qenë kështu në solist në gjë? Në shkollë ne kemi qenë klasë sportive. Unë kam qenë portieri 17 i klasës. 17 se unë që i vogël kam vuajtur nga mungesa e përqendrimit. Fokusit, ku di unë, për shumë shpjegonte drasa e bardhë, mësusja para. Edhe unë shikoja këtej nga xhami, jashtë. Edhe për shumë Skënderbeu, heroi ton kombëtar, unë deri moshën 7-8 vjeç që kam thënë Kastrobeu, se më thot mami domun. Nuk i theksoja dot në botë gjërat. Dhe remix. Domun jam i trash, jam. Si ke qenë me mësime? Kaq, kam shkëlqyer. Se hajde ta morësh vesh flet seriozisht apo? Po, ta mbash kokën në Italia, mëson, domethënë për shembull në gjeografi kam qenë mirë. Kam qenë mirë, shikoja policin kur kalonte njerëz në rrugë, ka qenë tregu aty diku ke shkolla. Ke qenë vigjilent për realitetin që të rrethote. Sigurisht, domethënë mua më interesonte e vërteta, domethënë. S'kishe nevojë për teori e për histori. Gjithkohë vështroja, më pëlqente të shikoja kur binte shi, hëna, dielli yjet. Domethënë kam qenë kështu, domethënë një ekselent. Jo me bursë, po mirë, nuk kam qenë keq. 4.2 e kapsha 4.3-shin kur ktheja kokën domethënë nga trasatë. Rëndësishme për vjesht mos shkoje. Kjo është rëndësishme. Isha gjithmonë për vjesht, isha i abonuar, domethënë, por ja ashtu me përpjekje, me shkelma, me vizore kokësh, me kështu gjërash. Po këngës si u fute? Si të erdhi? Këngës janë futur në Berat, pa dashje. Aso kohë ishte një kult kristian që vjen në mblidheshin, nuk kishte kisha në kuptimin e kisha, Berati ka kisha pafund, po kisha në sensin kisha kristiane enkas të besimeve të reja, po themi. Komunitet që mblidheshin për shkak ke shtëpia Renisit, ke shtëpia Gentit, ke shtëpia Klajdit. Edhe nuk ishte priftri dhe murgesha, ishte thjesht. Jo, nuk ishte priftri dhe murgesha. Ishin njerëz normal, po që ishte që predikonin pastor, po. Edhe unë dëgjoja gjithmonë se vinin motrat e mia. Edhe dëgjoja gjithmonë që këndon Jezu Krishti, donte gjithë fëmijët, atje lart mbi re, do të ketë një banesë shumë të mirë, atje lart mbi re. Edhe veja unë atje dëgjoja, këndoja, u kënaqsha. Unë jam bektashi, domethënë, bektashi musliman nga besimi, nga familja, po vetë i besoj gjitha, besoj që ka një Zot. I respektoj gjithë besimet e njerëzve. Kur vim në Tiranë, pasaj, po kjo qendra e këtyre besimeve. Atë filloi duke këtu në. Atë filloi si fëmijë, domethënë. Këtu kur vim në Tiranë, aty ke Forsina Plaku që një kryeqendra e këtyre kristianëve që u mblidhnin, ka qenë Engeledi Jodi kitarist,
i kishte, se më trishe gjithmonë. Keli Idioti. Keli Idioti. Keli Idioti apo është kel tjetër, Keli i topit. Keli topit. Atëherë, më falni, vllai Ilirioti, okay. I vllai i Kelit, më falni, unë atrova lapsus. Ilirioti, pra i binte kitarës. I shkoj që më thriste, hajde pak, më bënte solfesh, harmonim, thoshte më ke zënë shumë bukur, po unë pra fëmijë, domethënë, çfarë thot ky? Edhe veja gjatë meshave që ata mbanin, këndoja, edhe gjithmonë mbas meshave më thriste, po hajde se më pëlqen. Okej, pastaj u shkputa nga gjithçka se më la babi dhe mirë që s'mora kot fare. Pastaj u riktheva me këto rinfestet e Tiranës. Edhe aty Juliana Pasha ka qenë e para që më ka ndihmuar shumë. Ka qenë juri, ka qenë organizator. Juliana Pasha ka qenë një vit më para meje, edhe ajo këndonte. Kemi qenë komshi të dy në Laprak, edhe unë e dëgjoja, më dëgjonte, pra e kishim këtë pëlqimin për njëri tjetrin, po ishim adoleshent, ishim fëmijë, nuk e di. Po. Edhe më kanë ndihmuar gjithkohës. Unë kam kënduar atje, domethënë, bashkë me Julianën. Çfarë shkolle keni qenë aty? Qemal Stafa, profesonim Qemal Stafën. Juliana Qemals. Ish Qemals. Aty e fillova, aty e mbarova. E lashën 3 vjet, po, nëse. E ke marru para i viti. E ka marruar 72 vjet gjimnazin. Edhe Juli më mori që ka qenë një profesor Luan Bakiu në atë kohë. Juliana Pasha ka fituar në vitin që Aurela Gaçe me Sem Tribu 99, apo e kujtova. Në vitin 99 ku fiton Aurela Gaçe me këngën Sem Tribu festivalin kombëtar, Juliana Pasha fitoi çmimin Zëri më i mirë i zërave të rinj. Po në atë festival, ku po kori isha unë njëri prej 3 pjesëtarëve të korit. Pra Ju më beti ishe para se di që ke jetët. Para jetëve. Pastaj ku di unë u përhumba prap. Pastaj filluan këto audicionet e jetëve, duke vajtur për në shkollë, më shtyrin shokët. Më futu ti se ti ke qefshu muzika, këtërim, gjëra. Jo, futem, ditën e parë su futa unë. Su futa. Më vare thashun. Ditën e dytë pastaj thash po shkoj herë kot. Pa provoj, po. Kot po doli mirë, zëri keq. Doli shumë mirë. Mashallah. Fal publiku sigurisht gjithmonë. Edhe fal talentit tënd se. Pra domethënë ti nuk është se kishe prisë me padurin që të vite i momenti caktuar siç erdhën netët edhe absolutisht. Përqendrohesh të shkoje, ka qenë gjysmë rastësisht po them. Ka qenë totalisht rastësi, duke shkuar për në shkollë, tek ka qenë muzeu kombëtar asaj kohe ku bënin audicione. Po, e di. Ditën e parë më shtyn çunat mua. Ishte një mori njerëzish, nuk era dot. U e bëra këtë. Sepse më del kjo. Është shumë e bukur. Ka pasi humor rreth parodistat e Vlorës. Barsoleta. Pastaj ditën e dytë, thash atë po vetë kot shoh ç'a bëhet. Tash po shoh dhe në goc. Normal, ishte mosha. Kënduar me thonë pas pubertetit. Tash unë ta ket goca këtu, njoft në goc. Se dishim që ekzistonte bloku në atë moshë. Ishte atë parku rinia, çka ka qenë universiteti, shkallët, korpusi. Në çfarë viti ka filluar? 2002. 2003. Pra ne nuk e se më. Ti ke qenë në Itali, në Rom. Kam qenë në Itali, kam qenë në Bologna. Në Bologna? Po. Ka qenë pa Vasco Rossi. Ma do dhe vaj. Profesore, do një Ajkos shpejt, ta bëj Lali? Profesor nuk jam ende, po... Profesor shprejë. Kemi shprejhet. Jam veçanta. Nga që jam pa punë, thash, profesor. Gjithësi. Kam dëgjuar që janë shumë të mira këto. Do ta provoj. Shumë të mira. Edhe, më fal që të ndërprem, po. S'ka gjë. Edhe mbasi zi ngrosha pastaj, më ka thënë mami hidhi domate të salcën po ku e lam pra. Ke komët për pjetë, është i Barcelet. Aty domosdoshmë. Është e bukur se gjithë ai lidhen shumë me ushqime. Ushqimi është dashuri, është pasion. Mos duhet të ishe kuzhinier, do të dritë dhe era. Ndroth. Okej. Mos duhet të ishe kuzhinier në një jetë paralele. Kam punuar në Itali kur isha migrant. Okej, prit. Se po shkojmë nga dega në deg, se janë shumë interesante. Gjithë jeta jote është lëmsh, është një nuk është lëmsh, është aventurë, është aventurë që mbeso që shumë kush mund ta kishte zili, domethënë për vetë faktin që ti ke pas guximin me eksperimentu, me kërku rrugë të reja etj. Po nese. Çuan nga halli emigrant po, nese. Mirë, dakor, jeta të përplasë dhe sigurisht që e rëndësishme është si ti bëjmë ballë. Por që mos hyjmë shumë filozofi, le të ngelemi kjo pjesë e historisë. Edhe ti shkove atje ditën e parë i futet sa pamë kështu gjujt me etj. Ditën e dytë kishte vajza shumë të mira. Plot, unë këndova. Atë s'ka pasur me marr numër telefoni, s'ka pasur telefon ose gjë. Kishte telefon atëherë. Do të shifsh
Nokia 3310 kushtote 600.000 lekë. E kam pas ndjek, fare atë, e kam ma. ndjek, 600.000 lekë. Gento. Mosha e unë besoj. E kam ndjek njënë në 2 orë gjys. Në kom. Ose ja fut Në kët. kom e kisha matar me dreses shpinë. Në kom, sa ti mësoj shpinë paktën që ku do. Pas që manjaku me dreses. Tamam manjaku. Manjaku la Ka prakës. qenë Don Bosco? Manjaku la prakës. Sa shumë ditën tjetër po ashtu vi gjas me rastisht ke lagja ta byrek të ditëve që ishte kafe atëre. Kalamaj mo. Edhe Kjo s'ishte ke jethet kjo, që ndoqe. jo, Aha, kjo edhe ishte para jetëve, kjo po nese. Edhe jetët këndova pastaj ashtu me emocione, me gjëra. ajo që kemi pa të gjithë në televizor. Ajo që keni parë gjithë, që mund ta shikoni Pamja prapë. parë, po, e kemi. Aty ata e kuptuan atë botën time, më dhanë mundësinë për mtutje se performanca e parë ka qenë shumë e pasigurt. Unë isha i pasigurt, isha emocionuar maksimum. I ke knu i këngë të Mark Mark Anthony? Anthony, When I Dream at Night, Po. nuk e di efekti që më dha ajo gjëja, domethënë pavarësisht se kisha qenë me Julianën në 99 në festival apo në feste. Ti është ideja që isha përballë Kaçinarit, Saracit, Zani Çiko, Kristi Popa, Zelina Kuke, Zerina Elton Kuke, po, Deda. po. Idhujt e mi domethënë. Po e thash. Domethënë Ta vaj tronditi. çfarë dua këtu, thash, e ke parasysh. Po shkoj ku është banjo ti i bëj qiqin. Ishte një gjë shumë e bukur, e paharrueshme, nga e cila jam sot, edhe për e cilës jam sot këtu besoj, normalisht. Sa ajo ishte fillimi i karrierës time artistike, dhe jam gjithmonë mirënjohës Adi Krasës dhe gjithë stafit për mundësinë që më dhanë. Si ndryshoi jeta jote pastaj në momentin që ai Nuk e regjistrimi, nuk e me byrekun me gjizë, me spinaq pastaj. jo me flas mish. flas nga ana vëmendjes publiku domethënë. Nga La Praka Se deri ti e ke regjistru, po them unë, ku dëgjon, 2 javë para atë gjën që ke regjistru dhe ditën që u dha, natën që u dha në prime televizor për shkakun. Nga La Praka deri ke Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit, sa aty u zhvilluan në atë vit ai edicioni i parë i jetheve, shikonin njerëzit shumë, çka kanë këtare. Qa ka këta Po si kuptoja, po si kuptoja, u thosha me Ti di çka kishin ata se. Ja mos u snifte famën e burrë, është normale, nuk e kisha ke iden famën. fare. Mirë pra ti di që kishe bëj konkurse dhe kishe dalë në Dhe televizor nuk dhe e kisha iden fare të feedbackut. të Fare, suksesi, zero. po. Kur je i Të vogël se suksesit, percepton të të famën. impaktit, domethënë, edhe shiko njëri, shiko tjetri. Ndaloj ke motra se Çka ke gjithë shef. Çfarë shohin? Ndaloj ke motra se punonte ke rruga Durrësit me dyqan, shista rroba. Edhe ato shitet, "Ua vlla jo se mirë ky." I mirë thashun. Unë i mirë. Të e pasën fut kod, fakt. Edhe nuk e kisha iden. Pastaj nga fundi ja kryova ides. Çfarë po ndodh me mua Nga në fundi jetën time, edicionit. Nga fundi edicionit. Edhe ju e keni provuar vetë, domethënë, është një gjë që nuk e di si e keni përjetuar ju, po unë e kam përjetuar, s'kuptoja çfarë po ndodhte. Ne kam pasur 14 vjeç për shembull, performanca e parë që kam bërë që kënga magjike e parë që duhet gënjeja për moshën sepse limiti ishte 16 vjeç dhe i tha Marditit jam 16, unë isha 14 me një grup rock nga grupi Sunrise. Mi s'kan Sunrise, morë pasaportën. Po, e vija re, domethënë kur kthesha në Rrëshën se gjithë qyteti kishte pa, domethënë, dhe kur futesh duart rokitje në shkollë. E ke parasysh bëhet shefi, po duke qenë një person që unë jam person i mbyllur dhe i kompleksuar, është keq për ta thënë, po jam, s'kam ç'e bëj. Dhe ndjeja domethënë atë edhe më pëlqente, po edhe më vinte shumë siklet. Dhe me kalimin e kohës, po, është pranë për po them perceptimi i famës kur je i vogël është shumë e hiperbolizuar kur e mendon tani. Dhe me thënë e hiperbolizohesh një diçka e madhe që më thu nuk mund të ndodhi mua kjo gjëja kur je i vogël. Pastaj me kalimin e kohës mësohesh që ta është puna ti kali tegër që mësohesh ta ushtrosh, ta bësh, ta zbusësh. Do të bën njëra vetë pastaj eksperiencët. Të gjitha byrektorët nga La Praka deri ke TKOB-ja, ku do shkon ka të paguajt me. I fara. Çfarë janë byrek ta mua? Tu fillon përfitimet tash. Fillon të kap dhurata. Ishte i mirë byreku asaj kohe. Tani kam prish çik dorën. Shumë mirë, po. Lera më. Byreku gjithë po pa gjithë brenda. Tash kur mbarova jetës unë mbaj mend atë kohë. Pra domethënë po thuaj se të gjithë ato finalistët që kanë qenë atëherë, pastaj patën një karrierë të vetën dhe kishin një përkrahje të jashtëzakonshme në publik. Kur marrën nethet pastaj ju, se gjithsesi ju morët famë shumë të madhe, por ishit të vegjël. Po nga rruga me moshë. vinin fëmijë, ishim të Vinin gjithë, nga të rruga. pagdhëndur, të paditur, ku e dinin me çfarë ishin Një menaxhim s'kishit, strukturum nuk ishit. asgjë. Ç'a pretendohet? Ma men çka ke pas pretenduar se marrën nethet? Pretendohet të mbështesin këta që organizuan nethet, pretendohet që të merrte një producent tjetër, të merrte një menaxher, pretendohet ja dile vet. Ç'a mendimesh mund të kesh pas në atë kohë? Po ishte flasim ende për kohën e kasetave. Domethënë ndoshta shumë njerëz
të rinj apo adoleshent që shikojnë këtë program, do thënë kaseta. Mungesa e shiriti, ne ngjisim, mësonin këngën e vini majtofonin këtu afër ke veshi. Stereolapsi këtu. Nuk ishte internet. Kur dilte shiriti po. Nuk ishte TikTok as konceptohej, çfarë do të thënë fjala TikTok, Instagram, ku di unë. Edhe telefona, jo po TikTok. Ishte po pra. Tjetër gjë domethënë është, mua më duket sikur ka qenë një epokë akullnaja, sepse kanë ndryshuar shumë gjëja. Shumë shpejt. Nga 2002 në 2025 që jemi ne dhe nuk është se ne kishim pretendime, ne ishim njerëz, gjithë, fëmijë. Okej, kënaqeshim me atë gjë që bënim, se kuptonim çfarë po bënim, okej, këndonim, na pëlqen të këndonim, po prapë s'kuptonim. Kuptonin që njerëzit na donin pafund. Okej, bëm këngë, morëm pjesë në festivale, videoklipe, gjëra. Njerëzit kanë qenë më ndryshëm atë kohë, më të dashur, më të sinqert, më të shiltër. Nuk e di, sot kanë ndryshuar pak. Ndoshta ushqehen. Sot është bë biznes e gjitha. Përpara ka qenë më tepër ne bënim me pasion, me dëshirë, ekspresion artistik. Unë vazhdoj ta bëj po ashtu, domethënë. Gjithë edhe të trenë që jemi këtu. Jemi sigurt për të dy, por duke e bërë këtë gjë kështu me pasion, me sa kuptohet, je offline, je jashtë mode, je ku. Po pak rëndësika unë ndihem mirë. Kur unë ndihem mirë me veten time dhe jam i ndërgjegjshëm, ajo është e intereson shumë. Ajo është e rëndësishme. Çfarë mendojnë apo thonë njerëzit? Unë e bëj çdo gjë që bëj e bëj me gjithë shpirt. Dhe për mua rëndësika kur jam vetvetja, si tek ju në program, si në kafe, si në skenë. Ky jam. Ky kam qenë dhe për fatin tim të keq apo të mirë, ky jam. Ju kesh për të vlerësuar po që të për fatin tënd dhe për fatin atyre që të rrethojnë të mirë, sepse jetojmë një kohë të çuditshme që këto vlera avash kanë filluar me u sfumu edhe tash i gjejmë pikatore njerëzit për shembull që janë profesionistë në profesionin e vet dhe e bëjnë me pasion duke mos menu sa do fitoj mrapa dhe nëse s'fitoj X lek unë se bëj fare, po them. Mendoj se ne jemi një treg shumë i vogël, edhe ka shumë shkopin në rrota, si i thon. Imagjino tregjet si puna e Amerikës që është komplet biznes, domethënë atje je gjithmonë i drejtuar nga dikush tjetër, gjithmonë janë gjërat me plan. Gjithmonë janë njerëzit, domethënë që grinden artistët njëri me tjetrin se kush kap majat, se tjerë. Domethënë në Shqipëri akoma nuk jemi akoma në një fazë fillestare për sa i përket biznesit të artit. Ndoshta jemi edhe vend i vogël, por kaq për këtë është. Aty që lagja ime është një treg, më falni që e them, ku shiten edhe rrobat për dorë dhe ushqime dhe domethënë këtë lloj tregu muzikor kemi ne domethënë. Nuk i kemi të ndara kategoritë apo hapësirat edhe duke qenë kështu. Gjithë në një grumull të madh. Këtu është një kaos, po mirë do mësojmë, në mos këtë 100 vjeçar tjetrin, do t'ja dalim. Si ta e ke komedia gjuetia e fundit, sa po festuam 40 vjetorën e çlirimit. Po në Itali ku ke qenë? Në Itali ke qenë apo? Në Itali kam qenë në një vend prallor, ishut Eolie të Sicilisë. Janë 7 ishuj vulkanik, një pares Lipari, janë një mrekulli e mbetur mbi tokë për mua. Okej, kam mbledhur Italinë, Montecatini, Motra e vogël, pastaj Urbino Pesaro tek e madhja, Firenze, këtej andej, por që aty ngeca, kërkonte kunati punë për mua në Montecatini. Aty gjithë shqiptar. Sa vajta Klajdi. Kunati im kërkonte punë për mua. Thoshte, kërkoni kamarier, kërkoni kështu dhe s'po kishte dhe po kërkonte si quhet ai që riket dera sa rroa fjalën tani. Ai që vjen të pret merr valixhet. Ka emri po. Montecatini plot me shqiptar. Mua mi të zor thosha po. Thosha inshallah ky s'po gjem punë për mua, se e ke të zor nga këngëtar thoshëm ç'po po ndodh, domethënë pavarësisht se vajta si vajta, ashtu si vajta, e një ditë, 2 ditë, 3 ditë, 1 javë, 2 javë. Ore më tha mua, a nuk shkon ande poshtë nga jugu, më tha mua. Ku nga jugu, thashë? E më tregon Liparin, ishut Eolie. Pra, mes detit, ishull, mal, i kështë gjitha atje, këto që mund të shohë. Nuk gjede punë ti dhe... Edhe përfundova... Për fatin e mirë të zhetë. Fatin nuk gjeda punë atje. Edhe përfundova lava pjatë në Lipari. Që s'nifte kur, s'kishe shqiptar fare. E 24.000 pjatë, maroshin pjatat, po, nese mo. Isha dhe dispatcher, po hajtë, s'ka problem. Në qas bosha, 8 mjeset dhe 2 darkës. Lere, mëse pyet. Gjak.
Jo Ose dirës, pyet, gjak. Për eksperiencë jetës, pak në ka një mu, me të lonë me s'katër rrugës tani e di se nga të kthehesh, se si të Dhe në ndjetosh. fund të sezonit thash, ja që dike me bë dhe i gjë tjetër. Edhe harrova në Itali se dohet merr pjesë me një konkurs, me një gjë, tash në një këngë me që di dhe me kënu kështu, e ke parasysh po. Jeta shumë e shpejtë, ritmi zgjon në 8, në 12 dile nga puna të natës pa pushim, bukna në kam si kal, edhe okay, në fund ja dola. Jam ndier shumë mirë në fund. Edhe e bëra për një 4 vjet të gjën. Pastaj fillova u bëra shofer me turistët, biçim guide turistike po në të zezë. Po. E thash, po, miqë. Le se kemi bë gjithë. S'ka për të futur. Çfarë kam bërë domethënë me varkat, kam punuar i lyje, Po i këtyre kohëve që Ndërtim ke punu? ndërtim, po. Ma nxite jetën e një zot tim mas. Nëse. Ç'ishte? Italianë ishte pronare. Italian sigurisht, ma nxite jetën. Po me shqiptar, kishe në këto vite të rara raste me punu? Fatkeqësisht ishin 3 shqiptar aty, përfshirë dhe mua. Edhe unë isha i lirë aty, mund të bëja çfarë të doja dhe e kam bërë domethënë. I lirë. I lirë jam kudo, domethënë po thjesht Mos kishat kompleksin fare, e kam shijuar anonimatin maksimum. Ç'as kam bërë. Domethënë flasim punë normale të rëndomta dhe do t'i bëja me kënaqësinë më të madhe. Do t'i ribëja. I kam Se bërë zbulova një tjetër dimension timi që nuk e dija që dija. Unë ditë hapo, nuk ditë gatuaj. E ke parasysh? Po. Atje mësova të gatuaj. Gjë mirë. Je rikthy në herë, ke qenë në herë? Isha kur Për nostalgji. Jo, për nostalgji nuk kam qenë, por isha kur xhiruam filmin me Drilonin, edhe ndërkohë që xhironin filmin si aktor, si artist, është ore. Të vete i nat lajt sa pjata se më ka marrë malli. Për zotin, edhe I kthejmë profesionit tjetër. s'vëla se do të isha aty në set të xhirimit, s'ka lan, po mund të shkoj në ditë. Më mungon dhe pjesë. Gjatë tyre viteve që ti neta ne, duke bërë këto punë të tjera që se i Kam bërë një ndërroje. këngë. Kur vija kam bërë 2-3 këngë me Arbër Koshllarin. A vije dhe ike dhe... Vija, bëja një këngë, ikja prapë, po. Nuk është shkëput kontaktin domethënë nuk është se u totalisht. shkputa 100%. Kam bërë Laki me Fat, kam bërë Edi, kam bërë Kthehem në shtëpi, kam bërë 3 produksione me mikun ton Arbër Koshllarin. Po. 2 i kam me video, tjetra Kthehem në shtëpi, historia e jetës time numër 2 në Itali, shkruar nga Pandilaço. Pra, nuk është se u shkputa 100%, po ndoshta mungon të vëmendja, u desh një Big Brother, një reality show, u desh një gjë që Se do flasim edhe për Big të Brother. rikthej kjo vëmendja te unë, te muzika, ke jeta ime. Pra, vija, po më shumë rria atje, domethënë. Si vendoset ti, pse ikën në Itali? Ika sepse Për punë çështje ekonomike, për çështje ekonomike dhe zhvillim artistika, zhvillim artistik, të gjitha të më gjitha pak. bashkë. Me pak fjalë faleminderit motrave që më rikthyen jetës edhe trurin, e cili po ikte dal nga dal drejt një humneri të zezë. Gjithë kemi pasi fazë kështu. Vetëm një gjë depresion. është thjesht mami që është pika ime dobët dhe e fortë, cilën e dënova, nuk do rresh kur së thënuni që e lash vetëm, se e lash vetëm, domethënë, përveç jetës që e ndërshkoi, Mami ishte nuk ja fal vetes. Mami ishte e para që më shtynte, nuk ishte dakord, po ishte e para që më shtyu drejt emigrimit, duke pasur 101.000 probleme si çdo nën shqiptare. Po. Po, e vetëm gjë që nuk i fal vetes është kjo gjë që e lash mamin vetëm. Pavarësisht problemeve të mia personale, gjëra, kjo është një gjë që nuk i vë dot një çmim. Gjithsesi është eksperiencë jetësore dhe Është eksperiencë. Nga çdo e keqe ka një nënat të mirë. vetë sakrifikohen gjithmonë Çdo e për një të mirë mirë ka të një të mirë fëmijës, për një të mirë fëmijës, kështu Nuk që e laj është normale është një borxh që nuk kuptuar. lahet ky lloj borxhi që kemi me familje dhe me nënat në veçanti. Ky është një borxh që nuk e di si mund t'ia laj këtij njeriu që quhet mami. Në momentin që flasim, ju jeni prapë bashkë dhe Jemi. është një lloj ngushëllimi, pavarësisht se disa vite ti ke qenë larg kësaj. Kur u ktheve pastaj plak? Po ja u ktheva me idenë që do kthehesha prap, mora pjesë ke këngë magjike me këngën Kthehem në shtëpi, pra autobiografia e jetës time. Kënga ime. Okej, edhe aty prap u ngacmova pak se as finale s'më çuan as i gjë. Okej, whatever. Ndërkohë që po mendoja të kthehesha, mami u smur nga zemra. Mu desh të rria pranë saj se normalisht e lija vetëm, u operua. Ajo ka qenë një super depresion tjetër pastaj në vete. Kam përjetuar shumë keq, doja të hidhesh nga balkoni. Se thosha, i vetmi person që un kam është ky, po m'la dhe ky. S'di çfarë të bëj në jetën time më. Okej, fati i mirë që u desh vetëm një pacemaker, u zgjidh gjëja me një pacemaker. Po e them kështu shkurtimisht gjën, edhe okej, shqyr thash me kaq, ndërkohë që mami nuk ishte dakord, të kthej andej. Mami thotë shko prapë ande.
Jo, si ishte dakord që ta vinte këtë pacemakerin. Për pacemakerin. Pastaj u dogj ajo gjëja me andeshme edhe unë thash hajde po rri, s'po ikim më, s'po i kthehem më as andej, as problemeve andej. Edhe humba rrugën prap. Humba këtë rrugën që unë e kam në gjenezë më sa duket, i kthej. Je shumë i fort plak, sinqerisht me këto sakrifisa. Jo, unë e mbaj veten me gajret. Ndonjëherë qoftë për ndonjëherë forcën që ke. Jo, nuk është se kam forcë, edhe unë jam i dobët. Kupton çfarë forcë ke, edhe çfarë kuraje mund t'i japësh edhe njerëzve që shohin e dëgjojnë, kështu që. Jo, unë atë përpiqem të jap kuraje njerëzve, domethënë se ka njerëz që kanë kaluar, ndoshta po shumë hallëm shumë se mua. Kam i shokun thotë ai, Klaj do thotë unë jam llamp 7 volçe, ti je 10 volçe, Renisi është 15 volçe, Genti 18 volçe. Se ndonjëherë është çështje voltazhi. Duhet kuptohemi, duhet njihemi, duhet ta tolerojmë njëri tjetrin. Ta kuptojmë që ky kaq ky mban pak më shumë. Unë përpiqem gjej formula, gjej gjëra, gjej shtegje për ta shkarkuar stresin, hallet, problemet, duke qenë kjo natyrë që jam për fatin tim të keq. Por kam fatin që rrethohem nga miq, nga kolegë, nga njerëz që gjendem pranë meje. Që të vlerësojnë me të vërtetë. Që shikojnë, e njohin këtë natyrën time, më tolerojnë, më mbështesin. Pra, edhe nuk jam vetëm, se unë nuk jam autosuficient. Mos je gjëgaforra ti më plak. Jam jam një lloj dashi çuditshëm. Okay. Ascendent shqiptar, po. Se zakonisht ne gaforë, unë jam gaforë për vete, jemi shumë emotiv. Dashët janë çik. Po pra, unë Dash edhe ti gjigëm duket, a? Dem ti. Dash dem aty jemi ne. Dashët nuk janë kështu. Dani muj. Unë kam bë hallet kështu, se unë s'kam qenë kurrë kaq i urtë, kaq. Unë kam qenë domethënë po kur flegjum. Është gjë e mirë, për mendimin tim është gjë e mirë të jesh emotiv, jeta të përplas ngaherë në vende që nuk ta pret mendja fare, po nganjëherë këto situata të bëjnë që ti jesh më i fortë, dhe ti tashmë je djalë i fortë, megjithëse vazhdon të jesh akoma emotiv. Përpiqem, nuk e di Gent, nuk di ta them recetën, po jo, po i tregon vetë jeta sepse po lufton dita ditës, domethënë që të gjitha pasionet e tua ti bësh konkrete. Dhe kjo është me të vërtetë për të vlerësuar. Përpiqem, faleminderit, nuk e di. Pastaj jeta luftësh, gjithsesi. Po pra, për gjithë, dikush e ka më të vështirë, dikush e ka më të lehtë. Qofse ti vazhdon e ecën, kjo tregon që je i fortë. Prandaj pra po them. Ja që kur lash ecën vura barkun, si. Nuk kam ngrënë gjithmonë me tek thithme, me këto. Me tek thithme. Po se do të qofte me tek thithme. Tek golltitje. Si ishte muhabeti valla. Ishte bukur fare. Jo për atë më burr, jo për Amon më burr, se edhe tash kush muhabeti të hongurs me Big Brother u bë legjende. Jo, kisha fjalën këtu që kjo ecmja. Po mirë, se ka pas lezetin e vet dhe ajo, po. I ke pa memet, i ke pa memet më mbrapa? Ja, kam qesh pa fund. Dhe qoftën e kishte pa fund. Po shqiptara më qoftë da, e ngrëna me garush ka qenë qershia mbi tort. Garusha dhe lug garush. Harrova që ka kamera, ti po jam shpillë, ka qenë e papame. Ti e ke provuar vetëm, harron në një moment, do me humbet. Se bëhet si shtëpi, aty duket sikur në shtëpi, në familje, siç jemi këtu, domethënë në një moment harrojmë që kemi mikrofona, kamera. Po. Dalim në origjinë, dalim ata që më shumë mirë. Unë do bësh atë njëjtën gjë kur ishe ka ferma, vetëm se çuditërisht vendosa me majt diet aty dhe sa isha darkë, drekë, dy vezë. E kishe nisë çik më përpara. Kishe nisë me alkoolin që në janar. La alkoolin gjika që në janar. E lashën. Në mars e shohun aty me verë. Opa, thash një herë filloi prapë. Në raste festash, ditëlindjes, aty ishin shumë veta, kishte ditëlindje, kishte gëzime, kishte. Unë pata nga stresi. Domethënë gjithë stresin që kisha aty brenda e usula kuzhinës, domethënë. Njëri kush i stresuar. E di. Unë çohem për shkakun natën, skuq vez, fle prap, çohem prap. Nuk kam stres kur kam. Edhe aty harrova që jam këtu, po shohin gjithë njerëzit dhe ha dhe na barku. Si ishte eksperjenca me Big Brother? Një gjë. Si e ndje ti domethënë se njerëzit e kanë parë gjithë. Jam kënaqur shumë. Ishte një gjë që domethënë ja u rekomandoj që të gjithëve, si Ferma VIP, si Big Brother, reality po them. Këto reality ja u rekomandoj gjithëve sepse të risjellin në ekran dhe jo vetëm. Po përveç asaj them, domethënë vetë si e ndje. Po hyra 7 kg dola 85, normale që ndjeva në stomak. Jo, vërtet do të rej sponsor atë emisionin, se nuk këto tushimeve, se nuk na leverdis. Më pëlqeu eksperienca, do ta kisha ribër. Profesor Njajko se do të. Ja, se e kaloj unë tash. Se jo. Do ta kisha ribër, po kësaj here sigurisht do haja pak dhe do këndoja pak më shumë. Kësaj që e bëra një herë, po të shohim nëse do të na jepet prapë mundësia apo Gent faleminderit. Se tu jep të mundësia do e bëjë prapë? Po. Se jo. Habu pa lek më jau.
Ke edhe reklam. Jo, realisht do ta kisha bër me kënaqësinë më të madhe. Sa mendon se mund të rezistojë nëse do ishte një Infinite për shembull, një reality show. Varet nga Xhibani. Nëse kishte Xhibani ditë parë direkt për Nuk e për i muj thonë. Nuk e di. Nuk e di se gjithkohës edhe aty brenda kisha më nga mami. E vetme gjë që më frenoi që të hyja në një personazh të luaj një rol, thash, po më shef mami, po është mur mami. Do e kapë mami në zemër, do e zë vibracionin. Domthon, nisesha për të bërë diçka, thash, prisa po më shef. Ftyra mamit përpara. Në fakt Më ka penguar gjithkohës që tisha më i gjallë, tisha më, ku diun, më sherrçi, më budalla, më i lirshëm. Mendoja gjithkohës atë, edhe unë nisja për shumë kërisi, disha ke... Mos ujtë dy vezë, ajo është në fakt në sektor reality duhet me qenë all in në një farë mënyrë. Atë do të po. Që ti nuk je dot nëse mendon që ke njerëz që impaktohen nga sjelljet e tua aty mbrenda. Jo, po hyre me hallë aty brenda, mos hyr fare. Do ta ndash bezdiz ato ke dhoma rrëfimit. Si e kam mamin? Çfarë thot mami? Se po këto pyetjet. Jo, nuk është e hyra shumë në dhomën e rrëfimit, se nuk linte Rozana me Laertin dhe ishën përnatuar ata dy, domethënë ku diun, hanin bukë aty brenda, çfarë bën. Ata nuk është kulçin. Edhe ne shkonim në banjon e tjerë. I vej pyesja për mamin, në një moment u tremba vërtet kur erdhën që na morën analizat e gjakut, e urinës, apo thashun ka rënë Covidi prap. Aty u shkonda fare tash mami vetëm jashtë. Edhe jo rri qet, po prap nuk i besoj edhe thosha. Ka rënë Covidi jashtë. Ja nuk e di se mund të kishte një pandemi tjetër, po. Pa informacion, pa gjë fare, pa skenar, pa o zot, u çmenda. Edhe mami më. Normal. Normal. Hall vetë është. Hall më vete, po çfarë do bëjmë? E dashuria për ne. Është dashuri, po sigurisht. Po shokët i ke rrit shoqnit jashtë me çunat ose gozat e Big Brotherit? Po shoqni flas që jo shkemi çka ke bënë herë me mesazhe, po që dilni të bëni. Në këtë eksperiencë bëra dhe shok të tjerë të rinj. Siç është Olcia Bazi, Aldo Marku, ndoshta Lart Vasili, nuk e di. Gerta Gixhari. Një film apo me Lartin. Ky është filmi që ka qenë te Larti, filmi i Drilonit apo. Po. Krisën, Tirin, domethënë pjesën më të madhe jam përpjekur ti bëj dhe ti kem shok. Jo se jam përpjekur se është e detyrueshme, po e kam ndier më lidh diçka, Tani nuk e di se sa mbien mua ata puna tyre, po do e tregoj koha. Do e tregoj koha, po të paktën për Olsin, për Aldon, për Gert Ferrën, Laertin, mendoj që është diçka reciproke. Pra ndjesia që un kam për ta dhe që kam për mua. Koha do e tregoj, nuk e di. Kur jeni me çfarë mendimi hyn në Big Brother për ta pompuar çik vetëm të kënaqem. Kisha nevojë të kënaqesha. Vjen një strategji për shembull që fare 0-0. Kthej vëmendje që t'ja plas me 20 këngë pas sa kur dal? Jo, hyra vetëm për të kënaqur, vjen një periudhë pak e errët psikologjike. Tash do kënaqem, ky do të jetë një Big Brother funny, do të kështu dashu. Nuk ishte dhe aq, po ishte Big Brother sidoqoftë. Mendoja sigurisht. Reality. Unë do ngritet vetë. Do dëshiroja unë të paktën të ishte pak më ndryshe nga ç'ishte, po ashtu ishte, ashtu shkoi. Ashtu u sollën, okay, në rregull, diun. Ashtu kanë qenë dhe njerëzit. Kanë qenë njerëzit sherr. Konflikt. Ta dia kisha bë palestër. Telenovela. Nuk e di. Sherr pat prekme. Do prekme. Se no, dhe sa të prekme atje mrena. Kisha aty dhe sa të prekme të rëndësishme. Nëse nuk e di. Unë do ta kisha bërë me kënaqësi më të madhe. Pse jo? Ndërsa unë s'do ta bëja kurr, them drejtën. Ashtu kam thënë dhe unë, po. Kur zonë bona dhe them, ja kemi 3 opsione. Ti që se ke bë, thos do ta bëj kurr. Gati që ka bë, thot do ta bëja prap. Unë që kam bë, je skeptik. Them që s'kam për ta bë. Kemi të 3 versione, jemi 3 vetëm tavolinë. Ja një pikë bashkëfimi, domethënë. Të 3 jemi me ide të ndryshme. Ja, unë zota bëja madje qarkullonte lajmi se unë do futesha ke Big Brother ku ishe ti, po. Po, e kam lexuar. Asnjë ofertë, edhe po të vinte ofertën s'do t'isha fut. Unë pash emrin e Gentit. Edhe po ne ndërkohë po bëshim podcast. Po ti sa si Donald Lesh. Po thashun se unë kur vija thashun. Sa muj para, edhe bëm ca episodi bëm pra i regjistruam përpara që të ishin qëndronin deri në fund sezonit, ndërkohë që unë isha brenda. Edhe thash Genti vëlla, po se mos ikën ti se na fikë. Kur pashëm. Do të na thotë japim gaz këtu ke garazhi. Kur pashëm në Genti tash shoqyr tash Genti. Po. Se Genti e di që unë do fort. Normal. Është reciproke. Gjithë i shok. E kupton? Zemra e madhe. Ky brenda shohun.
Kush gjende me? Mbasi hy. Marrë Big Brother. Ja, me të vërtet s'do e bëja dot kush. Gjendje opinionist. Imagjinoje. me oratorin time. Është çike vështirë për mua, domethënë është kam qef që jeta private të mbetet private, domethënë në çdo lloj aspekti dhe sikur dhe një gjë vulgare, një larje dhëmbësh, duhet ta bëjnë shpitime përpara pasqyrës vetëm. Jam çiksi shumë i fiksuar nga këto gjëra. Nuk e di se puna, nuk e problemi ndaj dot. Puna që prap njeriu, pavarësisht se është në reality me 24 orë i rrethum nga kamerat, atë që do ta marrë private e marr gjithsesi një ato fshetat e veta, sado që produksionit mundohet të t'i nxjerrë për efekt spektakli. Sigurisht nuk i kemi thënë gjithë. Nuk po desha me majt e mban. Pastaj ka tipe karaktere ndryshme që pikërisht thonë që ta nxjerr të fshetën time më të thellë, më të madhe, vetëm për vëmendje që të interesoj ku dëgjon për ekspozim publik edhe nuk e di për famë ku dëgjon. Kështu që kam përshtypjen që është çështje karakteri dhe çështje zgjedhje apo. Nëse përveç kësaj Kledo çfarë plani kish? Domethënë masi dole nga Big Brother, si e mendove këtë si do ripozicionohesh ke pjesa e muzikës? Mbasi dola nga Big Brother ja 2 javë kam qenë kështu. Shumë veta marrë dhe psikolog kur dalin nga to reality. Ti e ke marrë psikolog? Jo, lash një takim po nuk shkova. U rikuperova shpejt, le të themi. Po. Në takim vetë apo ta sugjeruan ato të? Jo, e lash vetë takimin po nuk shkova. Se isha pak zdia ku isha, domethënë. Nuk normalisht deli për humb se keni mrena. Nuk e di efekti që dha ty ferma. Besoj. Renisi ka dalë më i qeshur se kur? Renisi ishte më i qeshur se kur? Të nesme nuk bodoj parti i fermës, ishte nuk më ka puth ndonjëherë më shumë se sa më ka puth pasi ka dalë nga ferma. S'kishim nevojë për psikolog. Jo. Isha çik zdia ku isha, çau botës, nuk ta përshkruaj dot me fjalë, domethënë gjën. Më thjesht ajo përshtatja me realitetin. Po që avash bash, më desh pa kohë që të përshtatesha të bëhesha. Normale. Ktheja ande thosha ç'a bëhet. U rikthye prap ajo super vëmendja e etheve, domethënë një gjë që unë kisha kaluar, po prap s'po dia si ta menaxhoja. Klasën këngën nëpër TikTok. Njerëzit që shikonin kështu. Puthja parë. Shifsha puthja parë, shisha veten të hëngur qofte me tekst lidh, më thosha, ç'a po bëjmë? Është gjë normale, e kupton? Normale është fakt, s'ka ne. Se gjithanë, domethënë po. Ndërkohë që ulesha në për restorante, tha, njerëzit më shikonin mua. Si do hajë në restorant jemi. Ju po hani unë da. Ishte pak e siklesh me të. Të shkon në restorant e thonë jo, s'do marr gjë. Çfarë ndodh? Me shallukën. Shikoj gjithë njerëzit më shikonin mua. Ç'a ka marr live? Ç'a po ndodh me jou? Okej, mirë, ishte mirë. E mora veten. Sa ka ke bodër tani mas daljes? 2 produksione, Irken Syka e bukur dhe Irken Syka e bukur, po mire kam dhe Petro Gjori Kryevepër, që janë këngë krimtari, të cilët i përshëndes. Përshëndesim dhe ne. Djem me vlera. Patjetër. Jo se s'më morën lekë të këngës, po burra që e mbajnë fjalën. Irken si është super djalë. Përveç të tjerash. Dhe ajo këngë e bukur, me vërtet e bukur. Këtë dytën nuk e kam dëgjuar, prandaj s'po vlerësoj, po ajo kënga e parë. E bukur është ajo, shumë e bukur. Pastaj u përpoqja bashkë edhe me Stinën, kisha një bashkëpunim të cilin e pezulluam pak për momentin për. Po pra, ç'a ndodhet, se kanë dalë trailerat së shpejti coming soon e tjerë të udhëta orarit. Ç'a po ndodh me atë këngë? Po ja do rikthehem. Ndërkohë mora pjesë në këngë të shekullit me 2 këngë të Francesc Radi. Të ndirit e të madhi Francesc Radi. Pra, po përpiqem të bëj atë që unë dua të bëj dhe ndjej për të bërë, jo të përshtatem, po që njerëzit që janë tek unë të vinë të rrinë tek unë si Klajdi, jo të imitoj Gentin dhe Renisin. Për sa i përket bashkëpunimit me Nestin, me Stinën, se një publiku, se ne kemi shokët e mi Nesti. STINI. Ishte thjesht i birit madhit Agim Krajka, i të ndirit Agim Krajka, nuk na dha mundësinë që ne ta publikonim një remake, një cover të njërës prej materialeve dhe këngëve të Agimit të madh, u pezullua. Kjo këngë është kënduar nga Parashivi. Nga Parashivi Simaku. Okej, ne e bëm me shumë dashuri këtë gjë, nuk e bëm as për interesa personale, financiare, përkundërzi harxhuam kohë, para, shpirt. Polisi nuk e pa të arsyeshme të na jepte lejen.
që ne ta publikonim këtë variant, këtë remake. Okej, puna ti, ka artist, ai ishte artist i till, unë jam i till, ti je i till, ky është i till. E kemi ndërpryer për momentin këtë gjën. Tani u tha më, Më shpresë që mund të rinegociohet apo iku ky mohabet. nuk e di sepse është gjendja shpirtërore e cila prishet pastaj të bie, të ikën dëshira apo nuk e di. Gjë që mua s'm ka ndodhur, besoj edhe Enesit. Jo, duke qenë se kënga tashmë është realizuar, nuk është se duhet të hysh prapë të. E po çfarë do bëjmë tani? Artistët thonë që e kanë zemrën e madhe, po ka dhe nga ata artistë që ndoshta e kanë pak më të madhe, po pak më të vogël. Nuk e di. Është çështje gjykimi, vlerësimi, Varet nga shihet, është çështje shihesh, domethënë unë mund të marr një këngë tënde ta bëj si Klajdi ore. Unë se marr Ajo është gjë mirë, ajo është gjë mirë. Se marr këngën e Renis apo të Gentit, ta bësh tënde, ta imitoj. Edhe në botë ndodhen remake nga ka remake që pëlqehen, pastaj ka remake që nuk pëlqehen, se është Është normale. subjektive, është. Po po su Siç është arti vetvete. Po su pëlqyer prapë te ty do të vijë, ose çfarë do këndon këngën tënde. Më mirë apo më keq nga ty prapë te ty do të vinë. Ta dëgjojmë edhe herë se ka bërë Genti, do bëhet krahasimi, do bëhet gjëja po. Pra të më varet si e koncepton artin. Unë jam ende si ditën e parë që e bëj gjën për pasion. Jo se nuk kam nevojë për para. Kam nevojë edhe për 5.000 lekë, edhe për 50.000 lekë, edhe për 500.000 lekë, 5 milion euro. I kam aty ke 5 milion jo. Po, por varet si e bëjmë këtë gjën. Ne tre kam kuptuar që e bëjmë çik më ndryshe nga ka të tjerët, po, okay. Kjo rrit me punë, me përpjekje. Mundohemi. Po na vika keq. Hajde më. Jo, nga që ndodhin në gjithë botën remake, gjithsesi, vendimi i tij, kështu që Shati. Është Ka gjithë të drejtën, ka gjithë të drejtën e botës. Gjithë drejtën? Patjetër. E ka, s'ke ç'i bën. Ke provu, po në këngë shumë sirtar, ke ti që ke bë vet, që ti je ti kompozitor se tek shkrues. E kam ose kombinimi të dyja bashkë. Kam një 3-4, unë s'kam një, po të pa publikuar. Të pa publikuar, po. I kam një 3-4 këngë. Kam një duet me Besa Kaziun, e cila më ka ngelur në sirtar. Kjo këngë e famshme, e cila është një këngë e vërtet. Në ç'kuptim? E vërtet, në plot kuptimin e fjalës e vërtet. Se kryesisht unë i bëj këngë kështu me ndjenja. E ndjej për ta bërë. Siç duhet bëj kënga. Gjën. Edhe hajde Renis, hajde Genti ta shkruajmë, kam këtë idenë. Ku di unë s'do të flas për këtë këngën se pastaj i bie mos ta publikoj kurrë. Por ai sa mund flitet po? Jo, është thjesht një gjë e vërtet, një ndjesi e vërtet. Është një gjë e vërtet, gjithë kënga, gjithë ndjesia, po nuk e di kur do ta nxjerr, mund ta nxjerr, si do ta nxjerr. Çfarë fabule ka, për shembull? Po i dedikohet një personi që nuk jeton më. Kam dhe një dy tjera. Ato janë më të vështira për të realizuar, me thënë drejtën, sepse bësh shumë detajist kur flitet për tematika të tilla. Ashtu është. Unë kur në studio e bëj 7 versione, ata bëjmë kështu, ata bëjmë të lehtë me ritëm, me pop-rock. Nuk ndodh vetëm ty, në të gjithë, kështu që është normale. Nuk më pëlqen kurrë vetë, jam shumë kritik. E dëgjoj prap. Dhe ndërkohë që ne bëhemi kritik, të tjerët nxjerrin këngë. Dhe ato tonat ngelin zyrtar. S'di, mua asnjëherë s'ka pëlqyer vetja. Ne asnjëherë s'na pëlqen vetja. Fare. Jo, sot nuk i kreva flokët, edhe erdha kështu që unë njësoj se pëlqej veten, si po ti kre flokët, si mos i kre flokët, që shumë mirë po vi vetja. Si çdo profesion, çdo punë, edhe kjo puna jon duhet, kësaj punës tonë duhet i vendoset i timeline, një shumë drejt, ne kemi diskutuar disa herë bashkë. Një kufi deri ku mund të shkojë pritja, domethënë. Sepse përfundimisht ne kemi kuptuar që jemi artistë që po të na lesh kur ti jemi gati ta nxjerrim, ndoshta si nxjerrim fare. E gëzon fëmia pastaj. Ja, tamam. Fëmia ka vënë gëzon demo. Se s'ka pëlqyer kurrë për filmin. Martim. Çfarë filmash ka në horizont? Çfarë pretendon ti nga pjesa kinematografisë, duke qenë se edhe i e fut tash edhe e kemi pasion? Po kam fatin që po shoqërohem shumë me Drilonin, me Olca Bazin, me Aldo Markun, me shumë regjisor, me shumë aktor. Kemi në botën e filmit tani. Edhe po mësoj, në setin e xhirimit për shkakun ke Driloni kam qenë gjithkohës, krijuar një tjetër eksperiencë, jo vetëm si aktor, po edhe duke parë çfarë ndodh, çdo detaj. Kam pas fatin të rri me Eva Alikaj, me Lar Vasilin, si aktor flasim. I kam parë ata, domethënë edhe si njerëz dhe si aktor, kam mësuar për tyre, kam parë shumë gjëra. Tash më pres dalin në radhës në nuk e dia mund ta them se mos më mërzit ai. Në një film tjetër. Në një film tjetër, më mirë. Në një film tjetër. Aty jam në rol. Sigurisht është
Një personazh filmi nuk Jam është personazh, jam Klajdi, filmi. është një përgjegjësi më vete. Roli Mirfield, po themi. Roli i Mirfield. Ndërkohë që kam çuna gjithkohës në kokë që më flasin, nuk më lënë vetëm. Më qortojnë, më kritikojnë, më komplimentojnë. Shokët përgjithsisht. Po. Shoqyr që i ke. Kemi gjithë sa shokë të tillë për fatin e mirë ton. Edhe nuk e di. Uroj që kjo gjë të shërbej për diçka, jo vetëm për të mbushur egon dhe pasionin tim, po që të jetë ndërtare e cilat më çojnë në të dimensionin tjetër, të cilin gjithmonë e kam dashur. Pra le të themi të jemi Celentano, shqiptar, pra edhe këngëtar dhe aktor, një showman. Uroj t'ja arri këtij qëllimit, shpresoj. Shpresojmë ta shohim. Suksese. Faleminderit. Shpresojmë të arrijmë të gjën. Questa è la storia. Dio di noi. Do zoti madh plotësojnë dëshirat. Inshallah, do zoti. Po me pjesën sentimentale të profesor. Si e aktualisht? Që s'ke qenë ndonjëherë kështu në anën e rozë, nuk e kemi përdor këtë anën e rozë. Shne që ktheve pikërisht ke Klajdi ke anën e rozë, sepse nuk është anë e rozë, kjo ka të bëjë me gjendjen emocionale aktuale, për shembull një person që mund të ndjejë diçka momentalisht, mund të jetë më i gëzuar. Ndikon ajo valla, ke parasysh? Kam një 2 ditë që jam pak si me nerva kështu se. Okej, morëm vesh. 2 ditë. Po themi 2 ditë. Okej, po pëlqen njëra po, diun. Çfarë ditë, të tjerë duam, të tjerë na duan, me të tjerë përfundojmë. Inshallah s'është kjo e treta po. Nuk e di. Unë marr shumë emocion dhe energji si çdo njeri nga dashuria. Ndonjëherë dhe marr dhe emocione negative, të cilat i përkthej në pozitive, po kësaj s'po ja dal dot ta përkthej në pozitive. Tash ajo e ka në dorë. Pra se jo që atë deshe me tonë, jo çdo gjë varet nga Inshallah s'është me zemër guri, po. Okej, unë pres. Edhe po që presun. do jetë muz frymëzimi për i kong tjetër. Po që ashtu po, me këne album. Po mami, çfarë tha kur shkove në shtëpi? Masi marrë Big Brother, ishte krenare për ty? Boni vrejtje si reagoj? Ma nxiu fare. Ashtu, ha? Ma nxiu. E kishte përtuar. Si çan mama, do. E kishte përtuar pak kritike. Keq. Unë të erdha aty brenda, thash për barkun, pse angre buke, bambum, po tosha gjon mi ma erdhë ti aty brenda, më the për barkun. Bile sa iku mami unë sula prap ke kuzhina. Ta thash ti thash, kujdes me ushqimin, ka pak këtu. Po mami, po ç'a bën? Okej, pëlqeu pjesën më të madhe të rrugtimit në Big e pëlqeu, pastaj vazhdoj me kritikat, po pse pive birra ti, po pse angre buk ti. Kto muhabete po ç'a bën mami? Okej, si nanat, si mamat fix. Mamat më si mamat. Po prap si veza skuqur që bë mami sa bëhet vet. Vaj vën ajo, vaj unë. Tigan ajo tigan unë, po prap nga dora e mamit. Është dashuria mrena, është dashuria nga dora e mamit. Nuk e di. Ne mund të falenderojmë na lejon profesor të falenderojmë sponsorët tanë. Sponsorat. Sponsor. Ata janë mua. Thashë. Jo, më nuk ikën ti. Është momenti që të largohen tani. Jo. Ne falenderojmë Jack Danielsin që na mbështet gjithmonë. Faleminderit Jack. Që nga sezoni i parë edhe në këtë sezon të tretin është me ne, e falenderojmë shumë. Gjashtë mase. Kemi dhe i falenderim tjetër për Tirana Bank. Yes, sir. Shumë faleminderit që na përkrahani dhe ju. Jeni shumë mirë. La odin e lekës ka problem. Jo, nga që aty ka marrë bankare. Ne jemi bank. Jo, me aty ka marrë bankare. Po pra, ka 1 milion euro Kladit. Ana jon. A me 500 më sa. Falenderojmë gjithë ata që na mbështesin, faleminderit shumë. Kredo, nuk e di. Është shumë e rëndësishme të kesh edhe mbështetje ekonomike, dhe të kesh sponsora dhe miq të mirë, se gjithçka do pak para për të realizuar, si ky program juaj i mrekullueshëm që kështu ja që edhe ju nuk keni vetëm. Pas edhe një lloj po, qëllimi ka qenë aspektative që thonë asnjë lloj pritje domethënë nga ky aspekt, po për fat mirë që njerëzit janë ofruar që të na ndihmojnë edhe nga ana financiare. Dhe i falenderojmë shumë. Ne kemi nis edhe kemi thënë me Gendin sido që të shkojë, por mos të thonë që fillim fare nëse kemi diskutuar fare. Nëse kemi konceptuar fare atë pjesë. Po themi tani që sido që të shkojë, edhe sikur të jemi ata siç e nisëm, ata siç po ne që kishim idenë përpara se të fillonte, pasi sponsor, po them pasi mbështetje të tjerë, ne do të vazhdojmë këtë gjë sepse ne kemi pasion, ne kemi edhe mision. Edhe për mbështetësit të cilët na ndjekin. Ata që tashmë e kemi detyrim. Betohem që dhe jashtë e ndjekin shumë, betohem sepse kam njerëz që ndalin edhe në aeroport në Peskare për shembull, ndalin djalë nga Shkodra, e shohim.
Betohem, ka njerëz dhe jashtë që ndjekin shumë. Janë çaveni shikë? U bon 6 kur shkova unë, po Peskara quhet. Ata bëjtë një falenderim. Patjetër valla. Ashtu sikur se ne kemi nevojë për sponsora, kemi nevojë edhe për shokë vërtet. Shumë e drejtë. Të vjetër dhe të rinj, brenda apo jashtë artit. Unë do të falenderoj Erind Kalarin, Shefki Hysën, Arbër Ymaj, Zamir Zhezha dhe gjithë shokët e tjerë, të cilët më janë gjendur pranë momentet vështira. Shoqëri që i ke vëlla. Domethënë mami im nuk më ka vetëm mua djalë, fatmirësisht ka dhe ata djem. Pra edhe koha që isha brenda dhe tani që jam jashtë, kam probleme, gjëra, u marr makinën borxh, u marr lek borxh, gjëra këtu. Se unë jam pak realist. Më mbështesin në projektet e mia, pas një lloj interesi, domethënë që e din ata që faleminderit. Është gjë shumë e bukur të kesh shok të mirë në rrugtimin tënd. Përveç atyre artistik dhe atyre. Po, patjetër. Kene gjë për thonë Kledo para se ta mbyllim. Çfarë të them unë? Mesash, jo, qose kella, se me zorë s'do thushti se. Sa halle ka njeriu. A themi Barsolet. Takojnë dy shokë mas shumë vitesh. Njëri ti kishte ecur jeta, ishte bërë biznesmen e këtej andeje, kontrata e kjo ajo, tjetri hante farat pjekura, byrek aty ke lagja, kafe, cigara tapme. Burazeri thot. Dalë makinë. Ishte nga një vend, ashtu se do më masakrojnë çunat pastaj. Po jo, Burazere thon, lushnja, Fieri, Berati, përdoret edhe në Tiranë Burazer. Nëse më. Po ja, Burazer thot, smeci jeta, i thot. Po qa, smeci ati mirë këtej andej, do të ndihmoj vllai, thot, mos ke merak fare. Do vi sot je profesuesi i firmës time, sot do në shkruajnë një marrëveshje shumë fuqishme, vetëm të lutem me thot, mos fol. Se ky e kishte, nuk e dia mund ta them. E themi si bëj pip po. Okej. Fjalën të qifja e kishte më gjosur. Ikim pim kafe, çka kafe, qifsha kafe, pim macchiato. Ose ikim shohim çajuën, qifsha juve, shohim Milanin. Okej, vetëm të lutem thot, mos fol. Do marrësh 10.000 euro, do të marr vllai të ke firma ime, je përfaqësues me mua që është pa merak Burazer, faleminderit. Takohen, ne shkruajnë marrëveshjet mbas prezantimeve të gjithave me radhë. Edhe ky të qifsha i drejtohet palës tjetër. Kurioze më thot. Çfarë do bësh sot me lekët që fitove nga kjo kontrata? Po kam ja 5-6 vjet thot, s'kam bërë pushime me gruan. Mendoj të ikim me gruan me pushime. Pa çfarë gruan? Ja që mbyllëm dhe me halle. Nxori kokën. E madhe. Falenderojmë shumë Kleq që erdhe. Faleminderit. Tre emra. Ti thush edhe ato tre. 30. Denis Dosti, Kran Toplani, Ande Ajdini, se kam shumë shok, po emocione bëjnë vetën. Jo, faleminderit shokëve dhe shoqeve që më kanë drejtuar pranë. Më falje se po e bëj kështu si Jo, ne jemi gjë shumë e rëndësishme për të bërë. bërë. Thjesht falenderoj çdo kënd, mirënjohje për çdo kënd, se vetëm kaq do ta tregoj në jetë, pak që jam mirënjohës. Pavarësisht se rrjedhin punët, si shkojnë gjërat, njerëzit ndahen, ku diun largohen, ritakohen, mzihen, pajtohen, unë jam gjithmonë mirënjohës për çdo njeri, për çdo të mirë që më ka bërë. Pak mund të them faleminderit. Jo më po përmend disa emra, disa prej njerëzve, të cilëve do t'u jem gjithmonë mirënjohës për gjithë jetën. Bravo të qof. Do thjesht të tregoj mirënjohje me falënderime dhe me emrat që unë po bëj. Kaq. Bravo. Edhe thonë që njeriu më i keq është mos mirënjohësi, kështu që për fat keq na rrethojnë shumë, edhe ti me këtë mirënjohje që tregon edhe publikisht tregon vlera, kështu që edhe ata shokët që të kanë mbështet, ne jemi të bindur që të kanë mbështet me shpirt, por të jenë krenar që kanë dhe ata një shok si puna edhe ata. Ju po doni të tregoj edhe Barsolet tjetër. Jepi. Jo. Shumë faleminderit që ishte me ne. Jepi se i presim. Faleminderit. Faleminderit që ishte me ne Kleq. Faleminderit shumë Naqa. Edhe ne pa fund. Do vi prap. Je gjigant. Do të ftojmë prap. Je mirë pritur kur dush. S'ka nevojë. Njerëz bukur, faleminderit që ishte me ne edhe sot. Shihemi të mërkurën tjetër. Ciao. Tschüss.